Nga nesër akrepa do të shkojnë një orë përpara. Mbrëmjen mes të shtunës 28 dhe të dielës 29 mars 2026 do të bëhet kalimi nga ora dimërore në atë verore. Ky ndryshim i orës ndodh në orën 3 të mëngjesit të së dielës së fundit të muajit mars, kur akrepat zhvendosen dhe ora shënon 4. Ndryshimi i orës verore do t'u jap mundësi të gjithë njerëzve të shijojnë më shumë ditën dhe rrecet e diellit. Megjithatë, për ndryshimin e orës verore, çdo ditë ka pasur debate të vazhdueshme. Disa shtete mbështesin idenë për heqjen një herë mirë të praktikës së ndryshimit të orës dhe mbajtjen e një orari të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit. Ka vende si Kina, Kanadaja, Rusia, Argentina, India, Afrika dhe disa vende të tjera të cilat e kanë hequr këtë praktikë prej kohësh. Por në Europë dhe në Amerikën e Veriut, ora verore vazhdon që të aplikohet. Gjithashtu ka pasur disa vende si Azia të cilat nuk e kanë aplikuar kurrë ndryshimin e orës. Ndryshimi i orës në Evropë u vendos si ligj evropian gjatë vitit 1981 dhe është rinovuar çdo 4 vjet. Norma evropiane përcakton në mënyrë të qëndrueshme datat e fillimit të periudhës së orës verore, ku akrepat lëvizin 60 minuta para dhe orës dimërore ku ato shkojnë një orë pas.